Sa që kuptoj edhe njerë 4-7 tek ekipi Antwerp me numrin 1, Thibaut Vervoort me numrin 2, Brian De Valk, Nick Sells me numrin 3 dhe me numrin 4, Kaspar Augustinen. Në anën tjetër, Jonathan Kazadi me numrin 1 tek Fribourg, Thomas Jurkovic me numrin 2, numrin 3, Paul Arthur Gravet dhe Jonathan Dubas me numrin 4. Ndeshja fillon, skuadra me fanelat e mbyllta në ngjyrë të zezë janë ata të Fribourg, ndërsa blu e bardhë janë me fanelat ekipi belg i Antwerp. Shohim kush do del triumfues dhe fitues edhe këtu, sikurse në Bordeaux, $15,000 në këtë finale edicioni 5 i 3x3 Prishtina Challenger. Lëshon një flotër dhe Kazadi nisë shënimin e parë për Fribourg. Pritet një lojë super e shpejt kjo. Gjuajtja për 2 nga Thomas Jurkovic, nuk shënon por kap topin aty Dubas. Fillojnë këto reboundet e Jonathan Dubas, e nisin mirë 2-0 Fribourg. Përsëri topi është për ekipin zvicran. Dubas aty, Sellis në duel me të. Kemi ndrim atje, Jurkovic largohet për pushuar, inkuadrohet Gravet, ndërsa edhe tek skuadra Antwerp, Sellis do të pushon Augustinen, futet në lojë. Kazadi, të riqet jashtë perimetrit, Juan Dubas për 2, nuk ka shënim. Por rikuperojnë topin përsëri Fribourg me Kazadin. Jekun nga Vervoort, Kazadi shkon deri në fund edhe një herë, thuajse në të njëjtën mënyrë sikurse pikën e tij të parë për 3-0. Një start i mirë për 1 minutë e pak për skuadrën zvicrane. Antwerp 0, Fribourg 3. Që së mbezoni që në rezultatit të nëjës. Pe e boni ngritë mirë. Qoj nis loja me akcion e radhës, në fakt 9 sekonda ka mbetur për këta akcion të ekipit zvicran. Jurkovic nuk kuptohet me Dubas, me gjitha të kap topin Dubas, u desh të liroj pasi të metër edhe shumë pak deri në fund të aksionit. Sellis tenton dyshën, Sellis ende po pik Antwerp. Kujtojmë në pak a shumë në këtë mënyrë. Fenomenal në atë depërtim aty Gravet për pikën e 4 të zvicranëve. Desha Tebe, kujtojmë kështu, jo mirë e nisën edhe gjysmë finalen në Antwerp kundër Vienës. Megjithatë, pastaj arritën të gjejnë momentumin e tyre. Kazadi. Për pak nuk kalon deri në fund ai alley-oop. Megjithatë, kap topin me rebound dhe and one shënon me faul Dubas. Çfarë loje e skuadrës nga Zvicra. 5-0. Ja, 2 minutë fantastik ekipi të Fribourg. Dubas i saktë edhe nga vija gjuajtjeve të lira. Ka shënuar 3 pikë nga 6 pikët e ekipit deri më tani, pra gjysmën e pikëve të skuadrës. 6-0. E në këtë pozit nuk janë gjendur në 4 takimet paraprake, 2 në fazën e grupeve dhe 2 në fazën knockoutit Antwerp në këtë vikend, këto 2 ditë të këtij kompeticioni. Për herë të parë që janë në një disavantazh të tillë. Shojmë aty, insiston Augustine, mirë po mbrojtje e mire, Kazadi që më pas edhe arrin të merr topin. Dubas. Çfarë kalimi aty pranë Augustine, megjithatë nuk shënon Dubas. Kaspar Augustinen, pasimi fort atje, nuk e arrin topin De Valk. Do të kemi ndrim tek Antwerp. Largohet Augustinen, Nick Sellis kthehet në lojë.
Mos mos sugjerim. Shkojnë, kërkon topin aty, shikoni Sellis me njerë me mbrojtje agresive, gjuajtja për 2, nuk ka shëri për Jurkovic, mundohet ta rikuperon topin, nuk arrin. Sellis, ka nga deportim, arrin shënon më në fund, pika e parë për Sellis pas 3 minutave gati. Vjen pika e parë për ekipin e Antwerp. Dhe atë përmes Nick Sellis. 7 minutes remaining. Qa vajzë Kan bet edhe 7 minuta. Qëri doar të rëpiti. Jurkovic te Kazadi, gjuan për 2, nuk ka shënim, edhe më tutje nuk kemi saktësi jashtë perimetrit. E kjo është DJ Heret. Kemi timeoutin e parë. 6-1 e përsia e skuadrës Zvicrane. Pak mbi 3 minuta nga fillimi i kësaj ndeshje finale në 3-3 Prishtina Challenger. Do bëhet topi jashtë aty. A do të arrijnë gjejnë momentumin dhe ripnin e tyre Antwerp në 3 minuta e pak. Vetëm një pikë deri më tani të shënuar. Sellis Gjuan në fund për 2 pikë, nuk shënon por dalet me faul aty. Vervoort. Ky mund të jetë momenti i kthimit në lojë të Antwerp këto. Vervoort megjithatë mendoj se do të ketë 2 gjuajtje të lira, por siç duket nuk janë dhënë. O, sa bukur ky aksion, Vervoort për Devalk. Vjen edhe pika e radhës për Antwerp. Pas asaj e përsie prej 6-0 për Friburg. Kemi ndrimin, Augustinën kthehet në lojë tek skuadra e Antwerp, larguar për të pushuar Devalk. Të shohim është ndalë loja këtu. Kemi faul të radhës nga ekipi belg. Fauli 4 tek ekipor. Në vine gjuajtjeve të lira, Jonathan Kazadi. I sakt Kazadi. Pika e ti, pika e tretë e ti në këtë ndeshje. Ka mjaft kohë deri në fund, por megjithatë Antwerp në këtë disavantazh prej 5 pikëve. Favoritët kryesor në këtë turnir që vinin pas fitores në Bordeaux. Devalk aty, çfarë pasimi! Arrin depërton pranë Kazadit Augustinën. Shumë pikë mirë dhe shumë e rëndësishme tani për këtë seri. Prej 3-1 pas asaj serie prej 6-0 për Friburgun, tani seri 3-1 për Antwerp. Vije edhe fauli i dytë ekipor për skuadrën e nga Zvicra. Kazadi do të pushoj, kthehet Tomas Jurkovic. Devalk. Vervoort. Është çuditshme, nuk duke tentuar në këtë ndeshje edhe aq gjuajtje jashtë perimetrit. Vervoort, kur kujtojmë në çerek finale dhe gjysmë finale kishte mjaft saktësi nga distanca. Edhe pse pati shumë tentime në gjysmë finale kundër Vienës,
10 sosh, por i shënoi 3 prej tyre. Deri ku prezencën në shpatësi. Quajtja Vervoort, ja thash, më në fund. Ishte e çuditshme që nuk e thash pra para pak sekondash Vervoort nuk po tentonte quajtjet jashtë perimetrit, e lëshon dorën belgu dhe vjen ky 2 pikësh për ta ngushtuar tani në vetëm 2 disavantazhin nga 6 sa ishte në atë serinë fillestare ku për 3 minuta arritën 6-0. Shumë e rëndësishëm ai 2 pikësh i Vervoort pak më parë. Kemi këtë seri prej 5-1 për ekipin belg. Vervoort kësa ere shkon në layup. Shkon topin aty pranë Dubas, nuk ka pikë për seri Vervoort nga baseline. Tipo Vervoort parason në 7-7, 2 pikësha të ti resht nga 6-0 për Fribourg në parafërsisht 2 minuta loj, 2 minutat e fundit Antwerp shkojnë në një seri prej 7-1 dhe nga -6 arrin barazojnë rezultatin. Kemi finale tani. Përfundon timeouti, ndryshe Desellis është duke pushuar tek Antwerp. 4 pikë rrazi me 2 pikësha të Vervoort, mirë po shikoni tani sulmon koshën aty. Dubas pas një kohë të gjatë. Vjen pika për Fribourg pas serisë prej 7-1 për skuadrën belge. Siro që tjetë. Është ngushtuar rezultati tani. Më i ngushtë se kaq ishte vetëm tek barazimi paraprakisht. Ka dhe mjaftë deri në fund. Ka kaluar diku vetëm në gjysma, pak më shumë se gjysma e kohës përgjithshme. Vervoort lirohet nga topi, por nuk është i saktë këtë herë pas 2 shënimeve resh paraprakisht jashtë perimetrit aty. Dubas, kemi faulin e Devalk, personalja e radhës, ndërsa fauli 5 ekipor për ekipin belg. Vinë gjuajtjeve të lira, do tjetë Jonathan Dubas. Më herët e u gjenë në këto pozit dhe arriti të shënonte. Edhe këtë herë është i sakt. Dubas, dherë më tani 5 pikë ka shënuar nga 9 të skuadrës. O, qëfar akcioni! Vervoort për Desellis. Pika e dytë personale Desellis, një tjetër asistimi Vervoort, 8-9. Dubas. Tani më loja është mjaft agresive, ndërsa kemi tani faulin e 6 për Antwerp në bonus janë Zvicranët. Do të pushoj Augustinen, kthehet Brian Devalk në lojë, shojmë 2 herat e kaluara kur në gjenë në këto pozit, shënoj të 2 herët. Dubas këtë herë nuk është i sakt. 2-3 nga vija gjuajtjeve të lira në këtë ndeshje. Desellis nuk shkon në tentim, është dashur gjuante aty. Devalk nuk ishte i vetëdijshëm për kohën. Nuk i bëhet e ditur as nga bashkëtarët, më saktë nga Augustinen që ishte në bank
nuk e perceptoj mirë po në aksionin, cilo që tjetë. Resor dhe Zvicranëve të Friburgë. Shën edhe ato shënimet nga distanca të Vervoort. 2 rallasi. 4 pikë deri më tani Vervoort. 2 ka Desellis dhe nga një Valke Augustinen. Vje shënimi rallës aty për ekipin Zvicran. Nuk ka shënim aty, Kazadi. Çfarë deportimi! Jonathan Kazadi. Vervoort, step back, gjuan për 3, për 2 më falni. Nuk ka shënim këtë herë, 2 tentimet e fundit jo të sakta nga Tipo Vervoort. Shkoni çfarë dueli. Mirë po, du basi gjithmonë. 80% të rasteve temi kur shkon në kësi duele 1 kundër 1 me trup, po del tjetri suksesshëm. Shkaputën tani në plus 4 pike përsi skuadra Friburgë. Kemi 2:59, 3 minuta deri në fund, por kujtojmë për dikur edhe 2 minuta më herët Antwerp rikuperuan disavantazhin prej 6 pikëve, kështu që ky prej 4 me 2 shënime jashtë perimetrit mund të rikuperohet, por kur do të merr përsipër tentoj. Tash është koha çdo kush me përcjell me duar të rrjedhje që më jep energji sa më shumë ekipe. Desellis është nda loja. Pika nuk pranohet, kishin faul paraprakisht. Dhe atë në sulm fauli 7 ekipor i Antwerp. Krijohet aksioni rradhës. Duket të vërtetë mirë. Dobas. I pandalshëm. Jonathan Dubas derisa kjo pikë pranohet tani. Vjen edhe fauli 5 për ekipin Zvicran. Desellis në vinë gjuajtjeve të lira pasi shënoj. Era parë që lojtari Antwerp gjendet në vinë gjuajtjeve të lira. 3 pikët e fundit janë të shënuara për Antwerp nga Desellis, cili ka 4 pikë në total. Tani kushton 10-13 rezultatin Augustinen Desellis. Vervoort, a do tentoj dyshën. Po, Gjuan Vervoort, 2 sekonda para fundit. Për pak nuk futet, por kthehet topi përsëri tek ekipi Antwerp. Oh, çfarë akcioni sa bukur Augustinen. E shë aty Nick Sellis që i ka nën kosh. Pika e 4 është Sellis. Kazadi një flotur nuk deli sakt. Vervoort për 2, barazon rezultatin. Tipo Vervoort edhe njerë në skenë. Përsëri shënon, por ka kundër përgjigje aty nga Kravet. Edhe njerë Vervoort. Një tjetër 2 pikësh. Parazohet rezultati. Sa herë Vervoort jo i sakt. Për pak sekonda vetëm për herë të parë kaluan në epërsi. Antwerp edhe njerë. Që ishte gjuajtja e fundit ku topi ngeli, por po e shojmë edhe 2 pikshin.
loje finale. Edhe pse nisi me 6-0 për Zvicranët, kthehen shpejt Antwerp me atë serim prej 7-1 ku arrin barazojnë rezultatin përsëri. Friburg u shkëputën tek rezultati 12-8 në plus 4 pikë, por me 2 shënime jashtë perimetrit rresht nga Thibaut Verwoerd që ka shënuar në këtë finale 4 herë nga distanca. Oh! Blokot nga Augustinen! E Teron Jurkovic. Shojmë të depërtimin parë. Shtë nda loja 15-15, çfarë blokade ishte ajo nga Augustinin, cili tani zëvendësohet nga Deselis. Kazadi 45-6 sekondat e fundit të ndeshjes. Do pas edhe njerë në stilin e tij. Shfrytëzon aspektin fizik dhe trupin për të shënuar. Kemi këtu faul i 6-ti për Friburg, tani në bonus të 2 ekipet. Ikselis, Verwoerd. Bukur për Selis, mirë po! Blokada i kthem borxhin tani Dubas belgëve. Në anën tjetër, shikoni çfarë bashkëveprimi Kazadi dhe Dubas, nuk ka shënim, kërkon topin Selis aty. Pikë shpejt. 16-16. Barazohet rezultati. A do të kemi overtime apo për 8.7 sekonda do të kemi ndonjë game winner nga qoftë Antwerp apo Friburg në këtë finale. Në një super ndeshje. Vjen gjuajtjeve të lira. Verwoerd nuk shënon e pa besueshme. Ka mundur tjetë pika edhe që do t'ju siguron të fitoren. Loje. 8 sekonda, Kazadi. Do të shkojnë në game winner këtu Friburg. Kazadi, Gjoan, asgjë. Overtime në finale. 16-16. Do të kemi vazhdimin në këtë finale. Prishtina Challenger 2022. Regullat pra në finale, në overtime. Skuadra që shënon 2 pikë. E kemi pasur edhe dje gjatë fazës të grupeve, njërën prej takimeve që shkojnë në overtime, ku skuadra që shënon për e para 2 pikë e fiton ndeshjen. Dhe për shkak që të 2 ekipet janë në bonusin që fauli 7 deri 9 faula kur arrin, janë atë fazën që fauli dhuron jo 1 po 2 gjuajtje të lira, kështu ndodhi në atë overtime-in e gjeshëm që pikërisht u shkaktua faul në overtime dhe u shënuan 2 gjuajtje të lira për të fituar ndeshja. Të shohim kush do të shpallet fitues në Prishtina Challenger. A do t'jetë Antwerp pas fitores që siguruan në Bordeaux në 5-6 korrik. Verwoerd, Selis, bukur në layup. Vije pika e parë për Antwerp. Ndjekin rezultat tani Zvicranët. Kazadi nuk parazon rezultatin. Mirë po, me një follow-up përmirëson atë uqet. Shojmë Augustinen, nuk ka shënim. Kazadi. Çfarë loje.
krijohet aksioni. Tu pas, topi vjedhur nga Sellis. Vjedhën topin, po nëse kallëzon. Agustinen kërkohet Verwoerd. A do të shkoj në 2 pikë, jo, bukur bash veprimi me Nick Sellis. Shanojnë të parët 2 pikëshin. Antwerp 18-17, Nick Sellis heroi i overtime-it me 2 pikët e shanuara. Belgët pas fitores në Challengerin e Bordeaux, favoritët kryesor arrin që të triumfojnë edhe në Prishtina Challenger. Trofej 2 fisht në Debrecenin, në Mastersin e Debrecenit, ku hynë Challengeri Bordeaux dhe i Prishtinës gjatë këtij muaji. Në këto 2 javë Antwerp fitues edhe në Bordeaux edhe